Qielli i Korçës është bërë arenë ngarash dhe emocionesh me zhvillimin e kampionatit të 14 të fluturimeve të lira Korça Open Air, që këtë vit mbahet në aerodromin e Lumalasit. Mbi 45 pilot nga 9 shtete europiane janë bërë pjesë e garës për trofeun Ekstra Skënderbej, duke kthyer qytetin në një qendër të vërtetë të sporteve ajrore dhe turizmit të aventurës. Për organizatorët, rikthimi i aktivitetit në Korçë është një moment i veçantë. Sipas Jonathan Islamit, qyteti ka një histori të hershme në zhvillimin e sporteve të natyrës dhe ishte ndër të parët që solli kompeticione të tilla në fillim të viteve 2000. Korça është fantastike dhe personalisht sa herë vin Korçë vi me kënaqësi më të madhe dhe jam shumë i lumtur kur vin Korçë edhe për kënaqësinë time, po vi edhe për të organizuar dhe për të qenë pjesëmarrës i Korça Open Air, që është një brand që organizohet për edicionin e 14 në Korçë. Korça ka qenë dikur në vitet 2000-2001 një nga organizatorët e para të sporteve të natyrës dhe të kompeticioneve të këtij lloji, kështu që është prestigj që të kthehemi sërish në Korçë dhe akoma më tepër kur kthehemi në Korçë dhe shikojmë edhe aerodromin e ndërtuar të Korçës, pistën fantastike, por edhe terminalin, që ne e bën të gjithë qëndrimin këtu dhe pjesëmarrjen në këtë garë për gjithë ta pilot që kanë ardhur në Korçë shumë herë më të thjeshtë. Këtë vit numri i pilotëve dhe vendeve pjesëmarrëse është më i madh se kurrë më parë, çka tregon rritjen e interesit dhe potencialin që ka Korça për të pritur aktivitete të tilla ndërkombëtare. Pjesëmarrja e këtij viti është më e lartë se vitet e tjera, jemi në 45 pilot, 9 shtete pjesëmarrëse, kështu që është një shenjë e mirë që Korça duhet vazhdojë dhe jam i sigurt që këto hapa të marrë për sportet e natyrës dhe nautikën do të vazhdojnë të shtohen edhe në të ardhmen. Një tjetër risi e këtij edicioni është aeromodelingu për fëmijët, një hap i parë për t'i afruar më të vegjëlit me botën e fluturimeve përmes ndërtimit të avionëve të vegjël prej letre dhe garave simbolike. Një tjetër risi e këtij edicioni është aeromodelingu, që është një disiplinë shumë interesante e sporteve të aeronautikës. Ne kemi fillimin e parë, hapat e parë që bëhen për aeromodeling, që janë edhe ndërtimi atyre avionëve prej letre, do të jenë fëmijët e Korçës pjesëmarrës në këtë disiplinë të re që ne po fusim për këtë garë dhe jam i sigurt që në vitet e tjera do jetë akoma edhe në nivel më profesional. Në këtë edicion, garat zhvillohen për herë të parë në aerodromin e Lumalasit, një projekt i ri që i ka dhënë Korçës infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e sporteve ajrore. Sipas Alket Islamit, ky është një hap i madh përpara që e vendos Korçën në artën e garave europiane, me mundësinë që në të ardhmen të priten edhe kampionate botërore. Rikthehemi sërish në Korçë. Në Korçë. Tek Korça Open, edicioni 14 dhe mbi të gjitha në aerodromin e Lumalasit, që është projekti i ri dhe normalisht shpresojmë që të jemi gjithmonë këtu dhe të kapim edhe ndonjë, pse jo, një kampionat botëror në të ardhmen. Se meriton ky vend. Infrastruktura që është bërë këtu për terminalin sportiv edhe për civil, po dhe afërsia me Korçën, kjo fushë e mrekullueshme, gjitha janë në pozitivitet gjithë. E veçanta këtij viti është që 40 veta janë më të mirët e Europës, mos harrojmë ekipi kosovar ka ardhur nga vendi i tretë kampionatin botëror dhe është i tërë këtu. Kemi edhe rankimin e pilotëve më të mirë të botës, janë nga Slovenia, nga Anglia dhe nga Bullgaria. Pra është një garë shumë e fortë ku besoj që deri në momentin e fundit do ketë surpriza. Një tjetër element i ri është ngritja me veri qel që mundëson startime më të koordinuara dhe siguri më të madhe në ajër duke e bërë garën më profesionale dhe dinamike. Edhe pse Korça ka këtë masiv të moravës që është shumë i mirë për fluturimin, ne jemi munduar që të fusim elemente e ri, pra ngritje me veri qel. Ngritja me veri qel është shumë eficient sepse mban gjithë pilotët në një vend dhe ngrihen në një lartësi që ne mendojmë që të jenë të gjithë në garën në momentin e këndit të sulmit. Kështu që kjo është risia, pra nuk jemi më nga kryqi, nga moral, po jemi këtu në aeroport dhe besoj që të jemi këtu dhe jemi gjithmonë. Edicioni 14 i Korça Open Air rikthen emocionet e fluturimeve të lira në një atmosferë që bashkon sportin, turizmin dhe adrenalinën. Korça po kthehet sërish në qendër të vëmendjes, jo vetëm si qytet kulture dhe tradite, por edhe si një destinacion modern për sportet ajrore dhe aventurën. Qielli i saj mbetet i hapur për garat, për pasionin dhe për lirinë e vërtetë të fluturimit.